Katedrali e Shkodrës ka organizuar hapjen e panajit të parë të librit në mjedisjet e saj. Libri të banë të lirë, me pjesëmarrjen e rreth 20 botues nga Shqipëria dhe Kosova, organizohet në datët 5 me 7 qershor. Hapja u zhvillua në oborrin e Katedrales së Shkodrës. Në fjalën e tij arkiepeshti i Shkodrës Imzo Giovanni Peragjine tha se katedralja është shtëpia e Zotit dhe të gjithëve. Katedralja është shtëpia e Zotit dhe të gjithëve. Sot hap krahet jo vetëm për të lutur, por edhe për të menduar, për të lexuar dhe për të rritur në dituri. Sepse çdo libër që i flet zemrës dhe mendjes është burim drite që orienton hapat tanë drejt së vërtetës. Është farë që mbillet për të dhënë fryt kulture, dije dhe lirie. Papa Francesku ka thënë jo shumë vit përpara që jetojmë në një epokë jo thjesht e shënuar nga ndryshime, por në një epokë krejt ndryshe. Fjala, logosi, që duhet të ketë peshën e vetë të pakrahasueshme, shpesh shohim të trajtohet si një objekt konsumi. Në duart e njerëzve tashmë shikon më shumë smartphone që informojnë, por nuk formojnë, ashtu si e formojnë përkundrazi librat. Ritmi i leximit të një libri përkon me ritmin e jetës së atij që e ka në duart. Prandaj edhe thuhet që nuk ka mik më të mirë, që është pikërisht libri. Kjo është një nisëm interesante që ka në fokus promovimin dhe rëndësinë që i duhet kushtuar librit.